Shkolla për dizajn, tekstil dhe veshje, Odise Paskali, është e vetmja shkollë profesionale e mesme e lartë e këtij profili në Kosovë. Në këtë institucion, nxënësit aftësohen në drejtime të ndryshme të dizajnit, tekstilit dhe veshjeve, duke fituar njohuri teorike e praktike që i përgatisin për tregun e punës dhe rrugtimin e tyre artistik. Sara Bobi është maturante. Këtë vit, ajo përmbylli një kapitull të rëndësishëm të jetës së saj, duke diplomuar me një koleksion të frymëzuar nga stili gotik. Përmes detajeve të errta dhe elementeve viktoriane, Sara solli një veshje që pasqyron botën e saj artistike dhe sfidat gjatë realizimit të saj. Temën e diplomës tem jam inspiru nga stili gotik dhe moda viktoriane, që kryesisht i ka ngjyrat e zeza. Materiali është saten me dizajn. Ka edhe detaje që ja kom shtu të satenit, si për shembull kurdelat, korseti gjithashtu. Rrugtimi për me bo këtë fustan ka qenë pak i zëshëm, se jena duft edhe stilin, edhe dizajnin me bo vetë. Arkitektura moderne u shndrua në frymëzim për maturantën Elena Gjikolli. Linjat dhe format bashkohore u ndërthurën në veshjen e saj të diplomës, me të cilën ajo përmbylli shkollimin profesional në drejtimin dizajn tekstil dhe veshje. O kom pak e vështirë se jena dasht pak edhe me këqyr për ku më inspiru, po mu gjithë ka pëlqy ma shumë arkitektura moderne për inspirim, edhe tu këqyr për arkitektura dhe qështet, e kom pa një muzej që është në Abu Dhabi, e quajtur Zayed National Museum, edhe aty më kam pëlqy që shiko ato si krah dhe krejt edhe që të jam inspiru. Po kom pak e lotshme, po të ndajt pak pa gjumë e këna dalë. Profesorat janë konë shumë bashkëpunuese dhe qatë që nuk e na dit me bo vetë ose nëse nuk e kena kuptu diçka, ata janë konë që atë dhe na kanë kallëzu të në konë qysh që kanë qatë që i kena vetë, na kanë gjetë në atë në qysh me bo qatë thëmë. Tradita dhe elementet e Renesancës janë ngërshetuar në krijimin e maturantës Rines Agashi. Ajo e cilëson dizajnin si profesion sfidues, por njëkohësisht
edhe si profesion të së ardhmes, të cilin ua rekomandon brezave të rinj. Tema është renesans, këtë fustan kom bo një 3 deri në 4 muaj me përfundu. Më kanë ndihmu dizajneret në Këshalla, se jam praktik aty. Edhe normal me ndihme në profesorave Leonit, Artës edhe Suzanës, nga u ka bo ma e letë, se normal këtë fustan nuk kom pak ma problem, se qëndisjet edhe premin e ka shumë të vështirë. Gjatë qepjes që të fustanit, kom pas pak probleme, se na në shkollë nuk e mësojna shumë qepje, ne kena vetëm një vit, ma shumë jena vetëm për skica dhe për dizajne, po me kalimin e kohës jam përmirësu edhe kom mujtë me arrit krejt vetë me kry fustanin. Ngjyrat e kuqe dhe ari dominuan në krijimin artistik të maturantës Laurenta Nikçi. E frymzuar nga moda e periudhës së Renesancës, ajo solli një veshje elegante, ku pasioni për artin të i kaloi çdo sfidë gjatë realizimit. Ka pëlqy mënyra se janë konë ajo moda më përpara atje, kanë tërheq ngjyrat, më kanë tërheq moda dhe shumë gjëra tjera. Në këtë veshje kam përdor material satin, puplat i kam bërë me dorë, pupla normale me ngjyrë gold, dhe u ka një proces pak i gati dhe shumë sfidues për mu, edhe ju mundu me jep më të mirën. Për kapoq pak kom pas probleme, njëherë zë që me bo, të në i rash në pje. U ka një proces shumë sfidues, po edhe shumë diçka e veçantë për mu dhe shumë sa në kom su pej kësaj. Figurat mistike dhe bota e fantazisë morën jetë në veshjen e maturantës Elina Lajçi. Ëndra e saj për të bërë një dizajnere e njohur vazhdon të marrë formë çdo ditë përmes punës dhe kreativitetit të saj. Tema ka qenë stili gotik dhe jemi inspiruar nga detajet e dragojt, pra figurat mistike dhe bota e fantazisë. Ma shumë kam përdor detajet dragojt, të më thotë. Kam përdor lëkurë me tekstur pra të gjarprit, cila ka qenë e përshtatshme për detajet të dragojt. Pra. Kam pas sfidat ndryshme për shkak se kam pas punime tjera në shkollë, po ashtu edhe me punimin ka pas do vështirësi që mundu në punë sa ma mirë. Katedralet gotike në Paris dhe Gent u bën burim frymëzimi për maturantën Dalina Çeku. Përmes elementeve arkitekturore dhe ngjyrave karakteristike, ajo krijoi veshje me të cilën diplomoi në drejtimin e dizajnit tekstilit dhe veshjeve në pej.
sot e patën sfilatën fund vitit, ku I kena eksplozu veshjet tona të temës të diplomës. Unë kom pat veshjen të stilit gotik, ma specifikisht arkitekturës gotike, ku jem inspiru për katedrales Notre Dame në Paris edhe St. Bavos në Gent, në Belgjik. Këtu I kom marrë detajet ndryshme të katedraleve, për shembull harqet madhështore që I kanë, dritaret në dhaja me ngjyra vitrazhet, po ashtu edhe mundu me I përdore dhe ngjyra pak ma tërta me kallëzu kohën gotike dhe katedralin përgjithësi. Shumë stres kom pas. Kom punu pothuajse krejt vitin këtë temë, edhe kom shumë stres, po ja kom dalë. Në shkollën e artit Odisej Paskali në Pej, në drejtimin dizajn tekstil dhe veshje, tash e 4 vjet organizohet sfilata e modës si pjesë e temës së diplomës për maturantët. Çdo nxënës punon individualisht krijimin e tij, duke nisur përgatitjet që në fillim të klasës së 12. Temat përzgjidhen nga vetë nxënësit, mes disa stileve të propozuara nga profesorët, si gotiku, renesanca, arkitektura moderne dhe veshjet tradicionale. Me të vërtet shihet një punë 3 vjeçare, të cilën e punojmë na me nxënësit tanë, të lëndëve profesionale, gjithmonë duke I falenderu edhe 2 kolegët e mi, Suzanën dhe Leonin. Ne të 3 jemi të drejtimi dizajn tekstil dhe veshje, edhe bashkëpunimin e kena shumë të mirë, edhe ndërkolegial, edhe me drejtorin e shkollës, edhe me vetë nxënësit. Me sfidat të cilat janë për balë nxënësit janë llojet e materialet, detalet, të cilat pak me vështirësi I kanë gjetë për mja përshtat stilit të veshjeve. Materialet nxënësi duhet I siguroj vetë nga buxheti I prindërve të tyre, sepse këtu tek ne do të thotë nuk kemi buxhet shkolla që të kemi materiale. Materiale ricikluese kemi për të bërë punimet të tjera, por jo punimet e temave të diplomës. Përtej sfidave dhe netëve të gjata të punës, këto maturante tashmë kanë ndërtuar vizionin e tyre për të ardhmen në botën e dizajnit dhe modës. Me vazhdu me këtë drejtim në fakultet,
Synimet janë me vazhdu hala qëta, me vazhdu për tekstil, me shku në Prishtinë, me kry fakultetin, me marrë diplomen, me qelë diçka tonën, me bo fistuna sa ma shumë. Ka me vazhdu tash me punu, du me kry fakultetin, me kry naj kurs, edhe inshallah të nëzotin naj sen më bu, naj dizajnere. Po se në këtë rukëtim nuk kom pas vetëm temën e diplomës, po kom pas sfidat tjera që më kanë bo më të fort për me arrit qitë qëllim, edhe me falë profat edhe me shkollën që ma kanë mundësu me shkuna për sfilata në Prishtinë që i kena pas, janë diçka më arritje ma e madhe për mu, se sa vetëm që kjo. Prej se kam qenë në vogël, pra gjithmonë më kone fokusume në këtë drejtim, pra me kukla, me mundu me kriju veshje, me kriju diçka që ka nuk po. Besoj që kom e hinë nuk bën në drejtim të kostumografisë dhe skenografisë. Të përgatitur profesionalisht dhe me ambicie të mëdha, këta të rinj po synojnë të depërtojnë në tregun vendore ndërkombëtar të modës. Profesorët e shkollës theksojnë nevojën për mbështetje më të madhe institucionale, sidomos në sigurimin e materialeve të nevojshme për punë praktike. Besoj që do t'i pushtojmë edhe tregjet e huaja shumë shpejt, sepse edhe gjeneratat e kaluara, edhe gjeneratat e tanishme marrin pjesë në sfilata të ndryshme, të cilat organizohen në Prishtina Mall. Gjithmonë është kërkesë e tyre që të bashkëpunojnë me neve dhe me nxënësit tonë, me organizata të ndryshme, edhe nxënësit edhe nëse nuk i vazhdon studimet në drejtimin e dizajnet, tekstilit dhe veshjeve, e kanë mundësinë për hapjen e ateljeve të tyre, që të vetë financohen për studimet e më tutjeshme. Në vazhdimsi edhe me gjeneratat e kaluara, edhe me gjeneratën e tanishme, janë materialet shpenzuese. Pra çdo material duhet të asiguroj vetë nxënësi. Duke ditur që shkolla e artit është pak e shtrejt në blerjen e mjeteve të punës, kisha kërku qoftë nga Ministria e Arsimit, po qoftë edhe nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Pej, që shkollën e artit, jo vetëm profilin e dizajn tekstil dhe veshjes, mirë po të gjitha profilet e tjera, të na japin një motiv shtesë për të punuar, duke na mbështetur edhe me materialet të cilat neve na duhem, për t'i arritur këtë sukses të nxënësit. Kreativiteti, përkushtimi dhe talenti këtyre të rinjve dëshmon se moda nuk është vetëm profesion, por edhe art që kërkon pasion, sakrificë e vizion. Përmes punës së tyre, maturantët e shkollës Odisej Paskali po ndërtojnë jo vetëm veshje, por edhe ëndra që synojnë të i kalojnë kufijtë e Kosovës.